humben zgjedhjet dhe ndërkohë kemi një numër të madh me kandidat në primare të cilët u renditën të parët, nuk u futën në lista, disa u larguan, disa madje kanë shkuar edhe te PS ose nuk u angazhuan fare. Pra, kemi Partinë Socialiste që ju e quani parti problematike, por ndërkohë kemi edhe Partinë Demokratike që duke sigurisht e njëjta, nuk ka asnjë ndryshim. Mos ndoshta ky është thelbi i problemit. Si është opozita sot, do jetë qeveria nesër. Pra, Berisha, problemi Berisha. Atëherë supozojmë që ne menjëherë ndalojmë çdo lloj aktiviteti politik dhe menjëherë shkojmë në forumet e Partisë Demokratike dhe thrasim zgjedhje për kryetarin e Partisë Demokratike. Kjo është një mungesë përgjegjësie politike që Partia Demokratike ka treguar në 35 vite që nuk e ka. Pra, nuk është e papërgjegjshme Partia Demokratike që më marr me hallin më të vogël që kanë shqiptarët kryetari i Partisë Demokratike apo strukturimi apo reformimi i Partisë Demokratike. Pra s'duhet të ndodhi sipas. Jo, për mua është diçka krejtësisht periferike. Ne duhet të vërtetojmë atë që sapo thash pra. Ne duhet të vërtetojmë atë që ne thojmë. Me që nuk e bëjnë institucionet shtetënore. Në Francë për shembull është Ministria e Brendshme që siguron zgjedhjet e lira, duhet ishin prokurorët që kapin provat dhe këtë duhet me e bëni. Po zgjedhje dhe PD-ja dhe PS-ja janë aktor. Po pra janë aktor. Pra kishit numërus, kishit dëshmus, sepse natë që thoni ju, dhe edhe natë që thoni ju ka një, jo lapsus juj, po është e vërtet, pra, ju thoni PS-ja dhe PD-ja, jo, shteti shqiptar. Përgjithësia e shtetit shqiptar që nuk është PS-ja, pavarësisht se PS-ja është shkrim me shtetin shqiptar dhe ne kemi të vështirë me nda. E kam të trupa elektorale. Trupin elektorale, po, trupin elektorale duhet sigurisht, por duhen institucionet e shtetit, pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me siguru procesin zgjedhor. Po ja u ka mbajtur shumë anën Tedi në këtë zgjedhje. Kush? KQZ-ja. Shtyu votimin dhe numërimin elektronik të vorës vetëm me një kërkesë të PD-s.